e ke pas të mirë, po sa ke mësu për këshillave të Slaven Bilićit? Me thonë drejtën, unë ku mësu një gjë që mendoj që edhe sot e asoj dite e vlen alo që modestia e bën njerin të madh, jo aftësia profesionale. Unë kam pas rastin me qenë në një zhveshtore edhe në një qati, mund të them, me njerëz cilët janë figura eminente në futbollin botror. Edhe ajo që ka ata i ban të mëdhaj ka qenë modestia, mos them jo të gjithë prej tyre, po shumica atyre, po trajneri Biliçi ka pas një qasje shumë, si me thonë, shumë proaktive dhe shumë cilësore, tu e ditë se prej ka vi, në çfarë gjenerate jam, potencialin, e ka bën një farë lloj deshifrimit saktë asaj se si mundesh ti me u përshtat, ku është më mira për ty. Unë gabimin e kam bërë që faktikisht kam mendu në atë kohë që unë i di më shumë se Biliçi, edhe kur më ka thonë që ti nuk je i gatshëm që të kontribosh në klub për shkak të asaj që quhet vlerë financiare, sepse pagesa ime në krahasim me Fernandes e Quaresma ishte normalisht simbolike, qesharake mund të them. Po unë në atë kohë kam mendu që unë mundem me azon vendin ndikoj edhe pse ata janë pagu 3 milion ose 4 milion euro në vit futbollistët më të dalluar. Ka mendu se muj me konkuru me ta, ndërsa Biliçi e ka pas një qasje shumë mirë ku gjithë, jo vetëm mu, nuk më ka trajtu vetëm mu specifikisht, po gjithë ata që kemi qenë 4-5 futbollistë nga ekipi 2 që në mos them më shpesh jemi bashku stërvitjeve kur ata kanë pas mungesa lëndime, edhe domethënë ne kemi shku aty si plotësos numrit kryesisht, po që normalisht na kanë pa me një sy. Edhe na kanë më ka sugjeruar që unë duhet me gjetë një klub për shkak se janë 2-3 futbollistë në pozitën ku ti aktivizohesh si mesfushor i avancuar. Për shkak të pagesave klubi atyre patjetër që duhet të jep hapësirë që ata me një farë forme të arsyetojnë pagën. E nëse një futbollisti që i merr 3 milion euro ti i jep 3-4 lojë hapësirë, ai patjetër që me një moment caktuar ka me bëni veprim që ti